Allahun e falenderojmë për vetëm për tim dhe falin tuaj. Jemi këtu pra në panajirën e librit. Do të marrim një prononcim të shkurtër për disa përtale që është Islami. Nga libri të cilën e kam shënuar më herë, domethënë periudhat e Kursia e Pendës është sa libra keni lexuar dhe vlera e leximit domethënë sipas Kuranit dhe Sunetit. Ne e dim se fjala e parë Kur'an është ikra, bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit i cili krijoi çdo gjë. Dhe vlera e leximit të librit është një vlerë shumë e madhe dhe shumë e çmueshme. Ne e dim se përpara në kaluar besimtarët muslimanë që kanë pasur biblioteka shumë të mëdha, sidomos biblioteka e Aleksandrisë ose biblioteka e Bagdadit, të cilat përpara thuhet janë unë peshore, janë unë librat njërë në anë edhe thesari ose kuarat në anën tjetër. Dhe kur kanë peshu këtë anë, pra sa ka bërë pesh një libër, ka pas pesh edhe me barazëlirë të arit ose të paras. Barazëlira e paras, dhe me thonë sa ka pas lirë parja, ka pas lirë edhe dituria bile edhe ma shumë, me thonë sepse diturisi është dhënë për parësime e madhe se sa librit, do me thonë, dhja ka pas ma shumë lirë se sa paraja, sigurisht. Normal se librat nuk është vetëm shkojnë te kuantiteti apo te numri, por te kualiteti. Por te kualiteti që ka një libër dhe vlera e leximit, normal se leximi nuk duhet të jetë thjesht lexim mekanik, por duhet të jetë lexim edhe logjik. Edhe të përkushtohet njeriu më shumë për duke lexuar do thotë të ketë më shumë qasje më thellësi të dijes, hyn në oqeanin e diturisë, në atë pikën e vogël të dijes oqeanit të cilët ja ka dhënë Allahu njeriu, pra një pikë vogël të dijes që është ajo, sepse alim i gjithashëm është vetëm Allahu. Kështu që normalisht në shtëpitë tona duhet shtohen biblioteka, duhet shtohen libra, por edhe të lexohen dhe studiohen, jo vetëm të thjesht lexohen, sepse ka rëndësi studimi, jo vetëm leximi. Kështu që të gjithë ata të cilët do thotë janë të apasionuar pas librit, këto libra duhet t'ia marrin si trashëgimi fëmijëve të tyre, njerëzve të tyre, brezit të rinj. Unë do ta tregoj një ngjarje historike, mos ta zgjatur shumë, se jemi në ambient. Një histori e cila është nga Ibrahim Shtemi, i cili kishte lënë pasurinë 1 milion libra, gruas së tij, para se të vdeste, i kishte lënë 1 milion libra pasuri. Dhe para se të vdeste i thotë, vetëm nuk e lënë asnjë lloj pasurie, thotë po vdes, ti tash po na lën me fëmijët tonë. Unë të kam lënë të një pasuri shumë të madhe, ke 1 milion libra. Sikur dalësh ti sheshësh ata libra në Damask, do thotë nga një libër sikur ta shesësh, si të themi ne tash ke gjuhën tonë, 1 euro, 1 milion euro. Do të thotë, dhe që edhe do të lexosh gjatë kohës që do të shesësh, por edhe do të marrësh dije, por do të fitosh pasuri. Sikur nga 1 euro ta shesësh një libër, do të vinë një vlerë prej 1 milion euro. Dhe do të bëhesh pra gruaja më e pasur në Damask dhe gruaja më e ditur në Damask. Kështu që libri është fuqi, fuqia i rikthehet njerëzimit me dituri, me libra, me lexim, me studim dhe sa më shumë brezi i ri të lexojnë, të mos verbohen pas rrjeteve sociale, pas portaleve, pas internetit, por të kthehen pak edhe leximit, sepse leximi e kënaq syrin, e kënaq mendjen, zemrën, e shton diapazonin, i shton horizontet dhe
një popull ngritet vetëm me dituri dhe lexim. Një popull pa lexim shkon pra në rënim, në shkatrim, kështu që shpresojmë shumë që sidomos brezi i ri t'i kthehen leximit, t'i kthehen studimit, t'i kthehen bibliotekave, në shtëpitë tona të shtuhen raftet me libra dhe i falenderoj të gjithë ata që jesman studi që kanë prezent këtu. Janë disa librari islame, të cilave frekuentojnë shumë dhe Lutës Allahun xhaleshan që bëhemi pe aty në që thot Zoti në Kur'an, "Hel yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun." A janë të paravorët ata që dinë me ata që nuk dinë, normal se nuk janë të paravorët. Dhe një shoqëri analfabete gjithmonë është shkatruar, është harruar dhe asnjëherë kur nuk është shkruar diçka, nuk ka jetuar dhe ka pësua si qytetrim dhe ma janë harruar ato qytetrime. Pse? Sepse nuk kanë lënë dije të shkruar. Pra, ka qenë thjesht dije papagalle e pa shkruar. Kështu që duhet i themi dijes së shkruar dhe dijes së lexuar. Faleminderit, nuk kemi edhe